të jemi të qartë me kushtetut lejohet që pra nuk ka ndonjë kufizim rreth asaj se cila parti mund të propozoj mandatarin e dytë. Sa i përket mandatarit të parë, është e qartë që i takon vetëm partisë së parë që ka dalë para në zgjedhje. Sa i përket mandatarit të dytë, mundet edhe i fundit me ardhë me propozim, përderisa ka argumente se ka gjasa për të krijuar shumicë. Tani lidhur me atë se cilat janë kriteret, ato nuk janë të përcaktuara në kushtetut. Ato janë lënë në diskrecion të presidentës. Por, në rastin konkret, por edhe për secilin president paraprak, obligimi i gjykatës kushtetuese është që presidentja duhet të bëjë çmos për të evituar zgjedhjet. Dhe mu do të më duhet ta dëshmoj që unë kam bërë çmos për të evituar zgjedhjet. Kushtetuta në 95 parashe mandatarin e parë, parashe mandatarin e dytë, e lejon diskrecion presidentës të vendos kujt do t'ja jap mandatin e dytë, thuhet natyrisht edhe në kushtetutë dhe në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese që fjala është për mandatar tjetër. Ky është citim i këtyre dokumenteve. Mirë po, unë nuk mund të paragjykoj se me çfarë propozimi do të vi lëvizja vetëvendosje dhe a do të vi me propozim apo jo, sepse sot thjesht u kërkua kohë për një takim tjetër të radhës, i cili gjithsesi është brenda fateve kushtetuese, sepse për këtë konsultim ne kemi kohë deri me 5 nëntor. Pra nuk jemi jashtë afateve, por jemi brenda realizimit të obligimit kushtetues për të bërë çmos për eliminimin e zgjedhjeve si mundësi. Siç e përmenda, nuk është asnjë kriter nuk është i përcaktuar në Kushtetutën e Kosovës. Natyrisht as nuk është që kërkohen nënshkrime, nuk kërkohen domosdoshmërisht. Ajo do ta lehtësonte shumë punën, mirë po nuk është kërkesë kushtetuese. Megjithatë, ne jemi në konsultime e sipër me ekipin tim rreth asaj se cilat do t'jenë, sepse ne do t'i kemi njësër kriteresh. Tazëm nuk mund të mandatohet dikush që është involvuar në krim dhe korrupsion. Tazëm nuk mund të mandatohet dikush që i shkel interesat e Kosovës. Pra, janë njësër kriteresh që do t'i marrim parasysh, që ndoshta nuk janë marrë gjithmonë në të kaluarën, por unë do t'i marr patjetër parasysh si kritere mbizotruese, por po e them prap, mos të paragjykojmë se a do të kemi propozim ajo, sepse do ta dim thjesht në fillim, në pjesën e parë të javës do ta dim se a do të kemi propozim apo jo, por duhet të ezaurohen të gjitha mundësitë për parandalimin e zgjedhjeve. Atë detyrim e kam, dhe kushtetuta, siç e përmenda, nuk kërkon nënshkrime, por megjithatë kërkon që të shihen gjasat. Të shihen gjasat, të shihen mundësitë dhe ato do t'i shohim, në qoftë se ka propozim. Sa i përket njohjes nga Siria, dua t'i uroj edhe një herë gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës. Natyrisht që Kosova meriton secilën njohje të pavarësisë së saj, sepse pavarësia e Kosovës është në përputhje të plotë jo vetëm me vullnetin e popullit tonë, dhe pas një sakrifice shekullore ndër brezash, por është njëkohësisht edhe në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare, siç është konfirmuar nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë para shumë vitesh. Pra nuk ka asnjë arsye të vetme që shtetet më të hezitojnë. Ne me Sirinë kemi punuar që një kohë të gjatë, që nga ardhja në pushtet e autoriteteve të reja në Sirinë e lirë. Unë kam rënë në kontakt më një herë pas disa ditësh me ndihmën e shtetit turk. Kam rënë në kontakt me autoritetet e reja dhe me leadershipin e ri të Sirisë. Pra që nga ajo periudhë, kabineti im ka qenë në kontakt me kabinetin e presidentit të Sirisë, me ministrin e punëve të jashtme, dhe pastaj takimin e parë, siç e dini, e kemi pas në prill të këtij viti, para rreth 6 muajsh parafërsisht, dhe ka qenë një takim i shkëlqyeshëm, ku kemi diskutuar jo vetëm për vuajtjet e njëjta që i kemi kaluar, por njëkohësisht se si mund ta mbështesim si shtete njëra tjetrën në fuqizimin ndërkombëtar e shumë procese të tjera. Ne edhe pas atij takimi në prill, thuajse në baza ditore kemi qenë në kontakt, ekipi im ka qenë në kontakt me ekipin e Sirisë dhe momenti i njohjes u përmbyll me takimin trepalësh në Arabinë Saudite dhe me mbështetjen, siç e përmenda, të vazhdueshme të Turqisë dhe me leadershipin e lartësisë së tij mbretërore, princit kurorës së Arabisë Saudite, i cili e mori përsipër që të na bëj bashkë dhe që akti i njohjes të kryhet pikërisht aty. Mendoj që është një akt me rëndësi historike për shumë arsye që i përmenda, por që do të ketë jehon pozitive dhe në shumë shtete të tjera.
ju siguroj që jo vetëm tani, por për gjatë gjithë mandatit, puna jonë dhe angazhimi ynë për arritjen e njohjeve të reja ka qenë e çdoditshme. Pra jo vetëm çdo javë, por çdo ditë kemi punuar, por nganjëherë frytet e punës nuk shihen menjëherë. Dhe jam shumë optimiste që do të kemi edhe shumë lajme të mira në vazhdim, por nuk është në interes të Kosovës që ne të dalim me emra të shteteve. Ne kemi takuar edhe lider të disa shteteve tjera jonjose në Arabi Saudite tash që ishim, dhe në çdo shtet tjetër ku ka organizime multilaterale, unë takoj edhe shumë shtete tjera jonjose, por nuk i bëjmë ato publike, se qëllimi është i mirë, nuk është qëllimi që mos jemi transparent, por qëllimi është që derisa të kemi mundësi që të kemi një lajm pozitiv rreth njohjes, që mos t'ua hapim rrugën armiqve të Kosovës që të krijojnë bllokada, sepse siç e dini, Serbia me aleatët e saj janë jashtëzakonisht agresiv kundër Kosovës dhe sovranitetit të saj, pra ne po punojmë kur ta ndal dhe me mbështetjen e fuqishme të aleatëve tonë, dhe edhe tash e tutje do të vazhdojmë të bëjmë njësoj, me shpresën që shumë shpejt do të kemi edhe lajme të tjera të mira. Shtetet nuk kanë asnjë arsye mos ta njohin Kosovën. Unë ju kam kërkuar shumicë. Ajo duhet të kërkohet sipas kushtetutës. Mirë po sot nuk ishte askush i gatshëm që të garantoj shumicën, megjithatë jemi ende brenda fatit kushtetues për të pritur një gjë të tillë deri me datën 5 nëntor. Me 5 nëntor pastaj e dim më qartë se a do të kemi mandatar të dytë apo jo. E dyta që ju kam kërkuar ishte buxhet për qytetarët e Kosovës, qoftë për 3 mujorin e parë, planin e rritjes mbi 800 milionë euro për qytetarët e Kosovës, jo për partitë, shkojnë për qytetarët tanë. Dhe e treta edhe te i kalimi i krizës që e ka RTK-ja, mirë po do na duhet të punojmë ende me shpresën që spaku për ndonjërin prej këtyre mund të gjejmë zgjidhje përpara. E kemi edhe pyetjen e fundit. Kisha lut vetëm me mikrofon, kush e merr mikrofonin? Vetëm. Po, ju kisha lutë që rregullat e shtëpisë ti respektoni, po. Takim të radhës për caktimin e datës zgjedhjeve, unë i pyeta partitë politike a dëshirojnë ta kenë edhe një takim, kishte disponim të ndryshëm, megjithatë unë do t'i kontaktoj secilin prej tyre, nëse dëshirojnë me u taku edhe për datë zgjedhjeve mirë, nëse dëshirojnë atër 14 shkurtin e 2021 se pa ta caktu shpejt e shpejt, po edhe ka qenë pandemi, ka qenë pak më vështirë me organizu takime të tilla sikur ky. Sot, kështu që i kam konsultu nëpërmjet telefonit gjithë secilin edhe pastaj kemi shku në zgjedhje. Kësaj radhe e shohim, nëse ata e shohin nevojshme, unë i mbledh prap dhe i diskutojmë datat, edhe pse e dini është 30 deri 40 ditë aty, eventualisht mundet me qenë vetëm një diel ose maksimum 2 të diela. Nuk është që ka ndonjë as dëm as ndonjë favor të madh. Spaku unë që e shoh që i bëhet kujt do qoftë. Për momentin jam e fokusuar për të gjetur këto pak ditë që kanë mbetur, në qoftë se nuk ka mandatar të suksesshëm të ri. Këto pak ditë që kanë mbetur ta shohim se a ka mundësi që spaku të kemi zgjatjen buxhetore dhe planin e rritjes të miratuar. Këtë e kam fokus. Hajde edhe ti. Për aq sa e kam pa unë, nuk ka pas vendime të ndara, por mund ta kem gabim, por ka pas një vendim të qeverisë së Kosovës për propozim të buxhetit. Tani kushtetuta e Kosovës ndër kompetencat kryesore që ja parasheh qeverisë është propozimi i buxhetit. E dyta, edhe ligji për menaxhimin e financave publike, por edhe ligjet tjera në fuqi janë veshin këtë drejt qeverisë. Për dallim prej, siç e përmenda, zgjatjet buxhetore që mund t'i inicojmë edhe ne të tjerët, pra mund t'i inicojnë edhe deputetët, mund ta inicoj edhe unë si presidente. Për të i kaluar krejt këto interpretime që i dhat ju sot dhe shumë të tjera që i dëgjojme janë të kundërta me ato që ju i that, unë sot kam propozuar që në vend se të merret propozimi i buxhetit që bëhet nga kryeministri në detyrë, atëherë ta kemi një propozim për zgjatje buxhetore deri me 31 mars, të cilin e procedoj unë si presidente. Dhe Gjykata Supreme s'ka ndonjë vendim që mi kufizon mu kompetencat lidhur me një propozim të tillë. Dhe rrjedhimisht, edhe sa i përket planit të rritjes, i cili është janë 2 akte të cilat duhet të ratifikohen, 2 marrëveshje ndërkombëtare të cilat duhet të ratifikohen dhe kërkojnë 2 të tretat, edhe për ato, në vend se që të procedohet nga qeveria në detyrë, kam propozuar që t'i procedoj unë si presidente. Dhe aty nuk ka asnjë kufizim të vetëm. Dhe askush më nuk ka pastaj hapësirë ta ngrit temën a ka të drejtë, as ka të drejtë. A e ka shkel ligjin, a e ka shkel kushtetutën, sepse nuk shkelet asgjë.
Ne jemi 79 i Kushtetutës, ligji për nismat legjislative, komentari e të tjera na japin këtë drejtë. Edhe deputetët, 6 deputet dhe mund të përzgjedhen se që përmenda sot, deputet që nuk janë edhe ministra në detyrë, pra 6 deputet i nënshkruajnë këto propozime, pra ka mundësi që të tejkalohen këto interpretime të ndryshme dhe të ecet përpara me vendime që janë vetëm në interes të qytetarëve. Unë nuk shoh që nga vendimet të tilla të këtij kuvendi, që menzi u konstitua, do të përfitonte ndonjë parti në veçanti. Mirë po, në qoftë se nuk tejkalohet kjo situatë, edhe pse ekziston proceduralisht mundësia, atëherë shpresoj shumë që mos të ndodhë, por mendoj që përfundimisht do të kemi dëmtim të interesave të gjithë qytetarëve nëse nuk arrim të kemi zgjatjet buxhetore dhe disa prej vendimeve të rëndësishme.